Në nderim të portierit të shquar të Vllaznisë, para ditën e kësaj të hënëje u zhvilluan homazhe në hollin e stadiumit Loro Boriçi. Në ceremoninë mortore morën pjesë autoritetet më të larta të futbollit në vend, figura të njohura të sportit, drejtues të pushtetit vendor në Shkodër, si dhe shumë qytetarë. Kemi humbur një nga futbollistët me më shumë kontribute në futbollin shkodran dhe atë shqiptar, Paulin Ndojën, njeri shumë i respektuar në ambientet futbollistike, jo vetëm të Shkodër, por edhe në vende të tjera ku ka kontribuar si trajner dhe në gjithë Shqipërinë. Ai ka qenë një portier trim, majnë mend në Korçë, ishte thuj këtë gishtin e madh, në Allçi lujti në Korçë. Vjen shumë keq për ikjen e tij, por unë kam shumë kujtime me të, se kena ka një mosh. Paulini ka qenë mirë në portierat, si nuk mund të keq Shqipënia më. Shumë e rëndë për ne me përcjell një shokën tonë dashëm. Me Paulini kam qenë qysh në fëmijëni, qysh me ekipet e paratrive që janë njohur me të. Kishe nderen e mall, që ti ishe rezervi i tij, zëvendësuesi i tij, një portierit mall si Paulin Ndoja. Paulini, megjithëse me 7, një dikush do ta mendonte që nuk është për portier, se nuk hynte tek portierët e gjatë, por ai ishte njëri fluturus, apo një portier fluturus që i thonin ne. Me Paulinin kena shumë kujtime, ka marrë shumë gjana, sepse mi ka dhënë me dashnin më të madhe, jo vetëm mu, por këtë që e ka servit, unë kam fatin e madh, që jam servit për Paulinojës, një vedin me shumë fat, dhe e falenderoj shumë me shpirt për atë që ai më ka dhënë dhe për atë që am ka mësuar në sport, dhe them inshallah është gjithmonë mirë me Zotin, ashtu siç ai ka pas shpirtin e bardhë. Paulini, me çka kam biseduar, sa kam mjekun, kam folë me bashk luajtësit e tij, thonë që portier si Paulin Ndoja, porta shqiptare nuk njeh. Shprehim sot ngushëllimet më të sinqerta për humbjen e profesor Paulinit, një ndër trajnerët më të mirë në Shqipëri, do thoja, për sa i përket portierëve, ish sportisht i shkëlqyer, ish profesori imi, dhe besoj se kjo e sotshme është një ditë e zezë, jo vetëm për sportin shkodan, por për sportin shqiptar. Ndarja nga jeta e Paulin Ndojës vlerësohet si një tjetër humbje e madhe për sportin shkodran dhe atë shqiptar. Pas Medin Zhegës, Ramazan Ragamit dhe Sababizit, ai ishte ylli i fundit i kësaj katësheje të famshme që ka lënë gjurmë të pashlyeshme në futbollin ton.